Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Soda e bukës po Faleminderit. falimenton farmacit, ja probleme që trajton më mirë se ilaçet. Ekzistojnë dëshmi bindëse dhe shumë teori mbështetëse të cilat çojnë në konkludimin që soda e bukës do të duhet të jetë medikamenti primar dhe universal me një spektër të gjerë kundër sëmundjeve të ndryshme, duke i përfshirë edhe diabetin apo sëmundjet e këqija. Tashmë, ajo është edhe me një përdorim të gjerë madje dhe nga onkologët. Soda e bukës aplikohet si rutinë në mënyrë që të pengohet toksiciteti dhe rrezatimi i cili mundet të shkatërrojë veshkat e pacientëve. Shumë prej nesh nuk i din të gjitha sekretet e përdorimit të sodës së bukës, e quajtur ndryshe bikarbonat të natriumit. Në kulturën popullore ajo mund të gjejë përdorim pothuajse kudo, nga kujdesi i higjienës personale te mjekimet apo dhe te detergjentët për pastrimin e shtëpisë. Këtu ne do t'ju prezantojmë me mënyrat të përdorimit të sodës së bukës. Për shërim sa më të shpejt, patjetër duhet të përdoret soda e bukës, kurse si ajo për përdorim shtëpiak, do me thënë, atë që ju mund të blini nëpër dyqane. Rekomandohet uji distiluar. Është më efikase nëse çdo ditë pihet e përzierë me uthull molle apo me lëngun e shtrydhur dhe të freskët të limonit, por për këtë ju duhet që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Përgatitet në këtë mënyrë, ju duhen 2 lugë uthull molle apo 2 lugë lëng të freskët të shtrydhur limonit të përzierë me gjysmë lugë sodë. Prisni të shkumëzohet dhe pasi që shkuma të zhduket, hidhni ujë dhe e pini. Post që limoni është i spërkatur me pesticide, vëreni në një enë me 2 decilitër ujë të vluar, 1 grusht me krip dhe 5 deri në 6 lugë uthull. Kur të ftohet uji në të, lëreni të qëndrojë limoni 24 orë dhe pastaj të lahet mirë. Banja. Rrezatimi. Një vas me ujë të ngrohtë të hidhen 2,5 kg sodë buke dhe 1,5 kg krip. Ajo nxjerr uraniumin dhe metalet e tjera të rënda. Lodhja, tendosja e muskujve dhe heqja e epiteleve të vdekura. Një vas me ujë të ngrohtë të hidhet 1 filxhan sodë. Ajo do t'i heqë pjesët e vdekura dhe do ta bëjë lëkurën tuaj më të ndritshme dhe të re. Lythat. Lythat e njohur dhe të lagur i fërkoni lehtë me sodë. Fërkojeni atë sa më shpesh. Tretja. Një nga përdorimet tipike të sodës së bukës është ai i favorizimit të tretjes së ushqimit. Në këtë rast është më mirë që të mos tretet në ujë. Më mirë është që të hidhet në një lëng portokalli apo limoni. Megjithatë, i mirë është edhe për përdorimin në një gotë me ujë, ku mund të shtohen edhe disa pika lëng limoni. Dhëmbët. Dhëmbët tuaj do të jenë të bardhë dhe të mbrojtur një sikur të jenë larë me pastën tuaj të përditshme. Soda e bukës largon aciditetin e ushqimeve nga goja juaj dhe formon gjithashtu një shtresë mbrojtëse në smaltin e dhëmbëve, por sipas mjekëve kjo lloj mënyre nuk duhet aplikuar më shumë se 2 apo 3 herë në javë sepse rrezikon që të prish smaltin e dhëmbëve. Era e keqe. Hidhni një lugë sodë në një gotë ujë dhe bëni shpëlarje të gojës. Edhe pse ke ngrënë më parë ushqime me erë të rëndë, goja do të jetë sërish e freskët dhe njëkohësisht pa aromë të keqe. Këmbët. Mbrëmjeve kur këmbët janë të ëntura dhe të lodhura, masazhet me përdorimin e bikarbonatit të natriumit janë shumë të këshillueshme. Mjafton të shtoni në ujë 2 lugë sodë për çdo litër ujë dhe t'i mbani këmbët në të për 10 minuta. Në qoftë se ju keni problemet me kallot, përgatisni një përzierje me sodë dhe ujë dhe vendoseni mbi kallo. Në këtë mënyrë, kjo shërben si një skrab për eliminimin e qelizave të vdekura duke ju dhuruar këmbëve butësi. Myku. Kush vuan nga myku e di mirë që kruajtja në disa raste bëhet pothuajse e padurueshme. Shumë ginekologë këshillojnë të lahen pjesët me ujë dhe sodë buke për të larguar djegjen. Ndërkaq bikarbonati synon të ristabilizojë pH-in e mukozës. Është e mjaftueshme një lugë sodë buke në 1 litër ujë të ftohtë.
kundër infeksioneve urinare. Ilaçet e përbërë nga 1/4 e lugës së sodës së përzier me afërsisht 2 litra ujë për çdo ditë disa ditë do të ndihmojë shumë persona të cilët kanë probleme me traktin urinar. Në të vërtetë, soda e bukës është armë në fshikës, gjë që i pengon bakteret të shumëzohen. Nuk është e këshillueshme të përdorni sodë buke kur e keni stomakun plot ose nëse nuk jeni tolerant ndaj natriumit. Siguroni që pluhuri të jetë tretur plotësisht përpara se të pini. Konsultoni gjithashtu me mjekun tuaj nëse jeni duke marrë medikamente të tjera pasi soda e bukës mundet që të bashkëveprojë me këto medikamente. Bikarbonati i sodës ka disa veti shumë të mira medicinale, megjithatë duhet të jeni shumë të kujdesshëm me përdorimin e saj. Ajo mundet gjithashtu që të shkaktojë efekte shumë serioze nëse ajo nuk përdoret në mënyrë korrekte. Shpesh dëgjoj njerëzit teksa thonë se nuk bëjnë dot pa sodën e bukës, dhe kjo për shkak të mrekullive që bën kjo substancë. Funksionet e saj të shumta arrin që të gjejnë përdorime të pafund, por a i dim ne? Ndihmon në çëndjen e këmbëve. Pas të 30-tave nuk është çudi që këmbët të fillojnë të fryen për arsye nga më të ndryshmet. Çfarë do t'ju vi juve në ndihmë është soda e bukës. Hidheni atë në ujë të vakët dhe fusni këmbët brenda. Pas disa orësh do të vini re rezultatet e para. Skrap për pikat e zeza. Soda e bukës jo vetëm që heq pikat e zeza, por normalizon pH-in e lëkurës. Do të shihni që fytyra juaj do të prodhojë më pak yndyrë, kurse pikat e zeza s'do t'ju duhet t'i shihni më kurrë. Çfarë të bëni? Miksoni sodën e bukës me pak ujë. Pastroni fytyrën me ujë të valuar për të hapur poret. Pastaj aplikoni sodën në fytyrë dhe përqendrojeni më tepër tek pikat e zeza. Masazhojeni pak dhe lëreni për 1 minutë në fytyrë për ta shpëlarë në fund me ujë të vakët. Bën mrekulli edhe në njollat e rrobave. Ato njollat e verdha dhe të tmerrshme në këmishat e bardha munden që të hiqen fare lehtë me sodën e bukës. Brokoli i gatuar nuk humbet asnjë nga vetitë e tij nëse i hidhni pak sodë. Për ta mbajtur brokolin jeshil hidhni pak sodë në të. Heq pesticidet nga frutat dhe perimet. Për të hequr pesticidet nga frutat dhe perimet, vendoseni ato në një vend ku keni hedhur ujë dhe sodë buke për 15 deri në 20 minuta. Atletët tuaja do të shkëlqejnë sërish. Pasta e dhëmbëve nuk është e vetmja zgjidhje për atletët e bardha. Soda e bukës bën mrekulli në zbardhjen e atletëve. Gjithashtu, soda e bukës bën mrekulli edhe për thonjë të shëndetshëm. Udhëzohet të përziheni 3 lugë gjelle me sodë buke dhe 1 lugë gjelle me ujë. Pastën vendoseni mbi thonjë dhe mbajeni për deri në 20 minuta. Më pas shpëlajini duart me ujë të bollshëm. Flokë të shëndetshëm. Shampo tradicionale janë të pasur gjithashtu me kimikate të ndryshëm që prishin balancën e skalpit dhe gjithashtu dobësojnë flokun. Një herë në muaj përdorni sodë buke për të ruajtur shëndetin e flokëve. Dhëmbë të bardhë. Nëse sodën e bukës e përzihni me ujë të oksigjenuar do të përfitoni një masë të fortë zbardhuese për dhëmbët. Përdoreni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimin e emanelit të dhëmbëve. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.